keni dëgjuar për atë çfarë u njoh ndërkombëtarisht si revolucioni i flamingove. Si kryeministër e konsideroi këtë protestë një mesazh të rëndësishëm për mua dhe për qeverinë time. Po dëgjoj dhe po përpiqem ta kuptoj këtë mesazh me shumë kujdes, jo duke numëruar njerëzit në rrugë, por e jo duke matur hashtaget, por duke u përpjekur për të kuptoj shqetësimet, ankthet, shpresat që i sollen njerëzit aty. Qeveria që rresht së dëgjuar, rresht së qeverisuri. E çfarë do lloj konkluzioni që ne kemi arritur tashmë për vetë çështjes? Në fakt, nuk mund të themi që domethënë ka arritje të një gjëje të vlefshme, sepse ka pjesë në transformim demokratik të Shqipërisë, sepse kemi jetuar në një kohë ku marrëveshja, protesta nuk lejohej, marrëveshja ishte e detyrueshme, dakurësia ishte e detyrueshme, dhe erdhëm në një periudhë ku protestat u bën të rrezikshme, në të njëjtin bulevard ku flamingot festojnë lirin, kishim njerëz që u vranë, protestues të cilët humbën jetët. Jo shumë kohë më parë. Por ajo çfarë dua të them është se pas gjithë kësaj të mire erdhi e keqja. Modeli biznesit, protesta hyri në makinerinë e amplifikimit algoritmik dhe u shndrua në arenën e aktorëve dashakeq. Realiteti kërkonte një binjak digjital. Çdo zë u shndrua në rekomandim, çdo egzagerim u shndrua në angazhim. Çdo reagim emocional u bë një tjetër sinjal që platformat të prodhonin edhe më shumë nga njëjta gjë, dhe çdo nuancë u zhduk. Konteksti u zhduk, kompleksiteti u zhduk. Dhe protesta online, ndërkohë nuk po përshkruante protestën, por ishte një demonstrim më i madh, më i thjeshtë, më i zemëruar.